Ajo që dini është që kontraksionit dëmbin, por besoj se jeni kurioze të dini se si janë ose si t'i kuptoni. Në fakt, kontraksionet janë pjesë e çdo gruaje në çdo muaj. Po flas pikërisht për ciklin menstrual. Për disa gra, kontraksionet gjatë ciklit mund të jenë më intensive dhe për disa të tjera të pakonsiderueshme. Ajo çfarë dua të them është që kontraksionet janë pjesë e jona. Dhe në lindje gruaja përjeton shtrëngime dhe lirime të barkut si pasojë e hormonit oksitocin. Dhe gjatë lindjes niveli i prodhimit të oksitocinës është më i lartë, duke sjellë kontraksione më të fuqishme për të ndihmuar bebin të lëvizë drejt kanalit të lindjes. Kontraksionet e lindjes fillojnë në pjesën e sipërme të mitrës. Barku forcohet dhe gruaja ndjen një dhimbje në fund shpinë. Kontraksionet shtyjnë bebin poshtë duke shkaktuar presion mbi qafën e mitrës. Kontraksionet janë të nevojshme për lindjen e bebit dhe matja e tyre na tregon në cilën fazë të lindjes jemi. Kontraksionet i klasifikojmë në dy kategori: kontraksione të vërteta të lindjes dhe kontraksione false të lindjes ose Braxton Hicks. Si mund të kuptoni që janë kontraksionet e vërteta të lindjes? Kontraksionet e vërteta të lindjes ndjekin një interval. Kontraksionet e vërteta të lindjes bëhen më të forta, më të gjata dhe më afër njëra tjetrës. Kontraksionet e vërteta të lindjes vazhdojnë pavarësisht lëvizjes, hidratimit ose pushimit. Dhe kontraksionet e vërteta të lindjes shkaktojnë zgjerim dhe shkurtim të qafës së mitrës. Si mund të kuptoni kontraksionet Braxton Hicks? Kontraksionet Braxton Hicks janë kontraksione përgatitore të lindjes, pra përgatisin trupin për lindje, por nuk të çojnë në lindje. Mund të bëhen të dhimbshme nëse je dehidruar, ke qëndruar në një pozicion për një kohë të gjatë, një vezik urinare e mbushur ose je stresuar dhe e lodhur. Si mund të shqetësoni kontraksionet Braxton Hicks? Pra, kontraksionet Braxton Hicks janë të çrregullta, nuk rritën intensitet dhe largohen nëse ti pushon dhe nuk e dilatojnë qafën e mitrës. Pini ujë. Mitra juaj kontraktohet më shumë kur jeni dehidruar dhe kontraksionet Braxton Hicks mund të dhëmbin. Mos harro të mbash gjithmonë ujë me veta. Zbrazë vezikën urinare. E di që në shtazanisht shkoni në banjë mbi 20 herë, por siguroni që vezika juaj urinare është e zbrazur për të shqetësuar kontraksionet Braxton Hicks. Ndrysho pozicionin. Të qëndruar në të njëjtin pozicion mund të sjellë kontraktim të mitrës. Dhe nëse pas ndryshimit të pozicionit këto kontraksione largohen, atëherë ishin Braxton Hicks. Dushi i ngrohtë ose kompresat të ngrohta në kurrez. Si gjatë ciklit kur kompresat e ngrohta na ndihmojnë, ashtu dhe në lindje apo për të shqetësuar kontraksionet Braxton Hicks. Matja e kontraksioneve. Në momentin e parë që përjetoni kontraksionet e para, matja e tyre mund të ndihmojë për të kuptuar në cilën fazë të lindjes jeni, ose kur është koha për të shkuar në spital. Sigurisht duke bazuar në kozjatin dhe në frekuencën e tyre. Në këtë mënyrë nuk shkoni herë në spital. Përse nuk duhet të shkoni herë në spital? Shpesh më drejtohet kjo pyetje. Dhe arsyeja është që në përgjithësi spitalet janë të dizenjuara për raste të komplikuara. Dhe sigurisht ju mund të arrini një lindje pozitive dhe në një ambient spitalor. Po ka rëndësi nëse ai spital është baby friendly, që do të thotë që e suporton gruan dhe nuk ndërhyr në procesin e lindjes pa qenë nevoja. Por nëse është e kundërta, atëherë shanset e ndërhyrjes janë shumë të larta. Në fakt, unë sugjeroj që gruat të qëndrojnë në shtëpi deri në momentin që kontraksionet ndjekin intervalin 4-1-1. Kur konsideroj matjen e tyre, ndalemi në dy gjëra. Kozjatja e kontraksionit, e cila bazohet në llogaritjen e kozjatjes së kontraksionit nga momenti i fillimit deri në momentin e mbarimit të kontraksionit, dhe frekuencën e kontraksionit, ku llogaritet largësia e kontraksionit paraardhës me kontraksionin pasardhës. Pra sa kontraksione keni pasur në një orë. Do të ndaj me ju tani dy metoda për të matur kontraksionet. Metoda e parë është letër dhe laps. Në letrën tuaj do të vendosni një tabelë: koha, kozjata dhe frekuenca. Për shembull, nëse kontraksioni i parë A filloi në orën 11 të mëngjesit, zgjati 30 sekonda, ndërsa kontraksioni i dytë B filloi në orën 11:10 minuta të mëngjesit dhe zgjati 45 sekonda. Në këtë rast kemi kozjatjen e dy kontraksioneve 30 dhe 45 sekonda dhe gjithashtu frekuencën 10 minuta, që tregon largësinë nga kontraksioni i parë në kontraksionin e dytë. Më poshtë gjeni një PDF grafiku i matjeve së kontraksioneve, ku ju mund ta shkarkoni dhe ta përdorni atë ditë. Metoda e dytë është nëpërmjet aplikacionit, ku ju duhet ta shkarkoni dhe në momentin që ndjeni kontraksionet e para, ta shtypni butonin Contraction Started dhe prisni derisa kontraksioni të përfundojë dhe më pas shtypni përsëri butonin Contraction Stop. Do të shikoni që në ekranin tuaj të majt listohen kozjatja e kontraksioneve dhe në ekranin e djathtë
frekuenca. Dhe pjesa më e bukur e matjes së kontraksioneve nëpërmjet aplikacionit është që llogaritjet bëhen nga vetë aplikacioni. Dhe në pjesën e sipërme të aplikacionit keni një tabelë ku ju mund të shikoni llogaritjen e bërë nga aplikacioni, pra mesatarja e kohëzgjatjes së kontraksioneve dhe e frekuencës në një orë. Aplikacioni të lajmëron gjithashtu kur është koha për të shkuar në spital, por unë sugjeroj që ju të merrni në konsiderat matjen e kontraksioneve sa më saktë, që në këtë mënyrë aplikacioni të japë një llogaritje të duhur. Sapo mësuam më lart që kontraksionet e vërteta rriten në intensitet dhe bëhen më afër njëra tjetrës. Momenti që unë sugjeroj që ju të shkoni në spital është kur kontraksionet e lindjes ndjekin intervalin 4-1-1, që do të thotë që zgjasin 1 minutë, pra kohëzgjatja e kontraksionit është 1 minutë dhe frekuenca ose largësia e kontraksionit është çdo 4 minuta për një orë. Pra kjo tregon që gruaja është në fazën aktive, kur hapja e qafës së mijës mund të jetë 4 deri në 8 cm. Të shkuarit në spital në këtë fazë e ul probabilitetin e ndërhyjeve tek ty dhe çon një rezultat pozitiv të lindjes. Bëhu familjar me aplikacionin e matjeve të kontraksioneve që në shtatzani. Atë ditë në lindje konsidero distancën e spitalit. Në këtë rast mund të konsiderosh intervalin 3-1-1 ose 5-1-1. Në qoftë se ju jetoni larg nga spitali dhe jeni në tension, a do arrini në kohë, po në të njëjtën kohë nuk dëshironi të jeni në spital për të menaxhuar kontraksionet, në këtë rast mund të keni dy opsione: një dhomë hoteli afër spitalit ose shtëpia e të afërmëve tuaj. Nëse jeni pozitive e grupit B, atëherë qëndroni në shtëpi deri në momentin që keni çajet ujrave. Dhe në qoftë se keni dhimbje që nuk i jepni shpjegim, atëherë dëgjoni zërin e brendshëm dhe drejtohuni spitalit.